Ja dhe tavën tonë të shëndetshme e kemi gati, është shumë e thjeshtë për të gatuar, është bërë e mrekullueshme me të vërtetë. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 500 gram presh, na duhen 2 karrota, 2 lugë miell, 2 lugë me vaj ulliri, pak piper i zi, krip, 3 kokra vezë, 250 ml qumësh edhe 100 gram kaçkavall i grirë. Gjëja e parë që do bëjmë është do presim karotat, do t'i presim kështu në feta të holla. Pasi kemi përfunduar me karotat, do vazhdojmë me prerjen e preshëve. Presim në feta as shumë të holla, as shumë të trasha, do përveç se është një tavë shumë e shijshme, është edhe e shëndetshme. Do hedhim atje ku kemi hedhur karotat. Pasi i kemi prerë, do t'i hedhim ujë të valuar. Ju thash është e shëndetshme, pasi nuk skuqen. U loj me ujë të valuar dhe do t'i lëm për 15 minuta. Do hedhim 3 vezë, do i përzijem me njëra tjetrën. Do t'i shtojmë qumësh ndërkohë. Do hedhim edhe 2 lugët e miellit. Hedhim pak e nga pak në mënyrë që mos të na bëhet me kotka. Pasi e kemi përzier, do shtojmë pak piper të kuq, do hedhim pak piper të zi. Sërish do i trazojmë. Do t'i hedhim pak krip. E përzijem. E në fund do t'i hedhim edhe vajin e ullirit. Edhe masën e kemi gati, do t'a lëmë me njanë. Pasi i kemi lëmë për 15 minuta në ujë të valuar, i kam kulluar ujin, janë bërë gjysmë të zjera, do t'i hedhim masën e përgatitur. Edhe do t'i përzijem me njëra tjetrën. I shtojmë edhe pak krip. Masën e përgatitur do t'a vëmë në një tavë që të pishet në furrë. I përzijem mirë që të përzihet karota me preshin. Kemi marrë tavën ku do e pjekim, këtë pak vaj ulliri që ka kulluar dhe na ka ngelur në fund. Do lyejmë tavën. Me ndihmën e shpatullës e përhapim mirë. Në fund do t'i hedhim edhe pak kaçkavall të grirë në të gjithë tavën, edhe do ta vendosim të pishet. Tavën e kemi gati, do e pjekim në një temperaturë prej 200 gradë për 15 minuta. Ja dhe tavën tonë e kemi gati, është pjekur siç duhet. Do t'a lëm të ftohet pak edhe më pas do e servirim edhe do e shijojmë.